Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Nada Daulli apovion takimet me qytetarët. Në aksion çdo hap është një mundësi për të krijuar ndryshimin që duam, shpreh ndër të tjera kandidatja Daullia. Angazhimi dhe pasioni janë gjithmonë pjesë të përditshme së saj, sikundër shprehet edhe vetë kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ndaj takimi me qytetarët është një kënaqësi e veçantë. Qytetarët sipas kandidates Daullia mirë presin jo vetëm atë si kandidate, por edhe dashamirësinë ndaj programit të Partisë Demokratike dhe një pritje siç thot ajo madhështore që i bëri vlora kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha. Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Nada Daullia, thot gjithashtu se së bashku doja dalim, ndërsa në takimet që po zhvillon me qytetarët po u prezanton edhe pjesë nga programi elektoral, por edhe programi qeverisës i Partisë Demokratike, ku theksin e vendos në veçanti tek ekonomia dhe programet sociale, njëkohësisht edhe tek paketa e dhimbshurisë. Kandidatja për deputete Aleancës për Shqipërinë Madhështore Nada Daullia po takon qytetarët der më der, por gjithashtu edhe grupet e tjera të interesit dhe biznesin, teksa po kërkon votën për numrin 1 Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, por edhe votën për kandidaturën e saj, e cila është pjesë e listave të hapura të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës.